Pse shqiptarët janë gjitholog? Kur shoqëria nuk e prodhon dije të thellë, por siguri të zhurmshme. Ka një dukuri që në shoqërinë shqiptare të bie në sy menjëherë, pothuajse të gjithë duket sikur dinë gjithçka. Flasim për politikë si analist, për mjekësi si profesor, për drejtësi si gjyqtar, për fe si teolog, për histori si akademik, për futboll si trajner, për ekonomi si banker, për art si kritik, për jetën e tjetrit si hetues. Dhe pyetja nuk është thjesht ironike. Është thellësisht filozofike. Pse ndodh kjo? Sepse në shumë raste gjithologjia nuk është shenjë dijeje. Është shenjë pasigurie kulturore që maskohet si siguri. Është nevoja për të dukur i fortë në një shoqëri ku të pranosh se nuk di, shpesh merret si dobësi. Në vende ku dia respektohet realisht, njeriu e ka më të lehtë të thotë, nuk jam i sigurt, nuk e di mjaftueshëm, kjo është fusha e specialistit. Në një shoqëri si e jona, shumë herë njeriu ndjen detyrimin të japë mendim për çdo gjë, sepse heshtja interpretohet si mangësi, ndërsa opinioni si pushtet. Dhe këtu fillon thelbi i problemit. Shqiptari shpesh nuk është edukuar me kulturën e dijes së thellë, por me kulturën e mendimit të menjëhershëm. Nuk është mësuar të ndalet, të lexojë, të verifikojë, të dyshojë, të peshojë argumentin. Është mësuar të reagojë shpejt, të japë përgjigje, të mbajë qëndrim, të mos mbetet mbrapa në bisedë. Pra jo të kuptoj më shumë, por të duket sikur kupton. Në thelb, gjithologu nuk është domosdoshmërisht njeri i ditur. Shpesh është njeriu që ka frikë të duket i paditur. Ka edhe një arsye historike. Shoqëria shqiptare ka jetuar gjatë në kushte ku opinioni ka zënë vendin e dijes së strukturuar. Tranzicioni ynë i gjatë prodhoi shumë zëra dhe pak autoritete të besueshme. Njerëzit panë se në ekran flisnin për çdo temë, po të njëjtët njerëz. Në studio televizive një person komentonte ekonominë sot, luftën nesër, kushtetutën pas nesër dhe moralin shoqëror të enjten. Kjo krijoi një kulturë të rreme, sikur kompetenca nuk pas ka rëndësi, mjafton të kesh gojë, tonë dhe vetbesim. Dhe kur shoqëria sheh për vite me radhë se zhurma shpërblehet më shumë se thellësia, ajo fillon ta imitojë atë model. Prandaj gjithologjia shqiptare është edhe produkt i një rendi publik ku dukja ka mundur shpesh përmbajtjen. Nuk ka rëndësi sa di, por sa bindshëm flet. Nuk ka rëndësi sa ke studiuar, por sa fort e thua. Nuk ka rëndësi sa njeh temën, por sa shpejt e pushton bisedën. Kjo është arsyeja pse shpesh në shoqërinë tonë arroganca ngatërohet me dijen dhe zëri i lartë me të vërtetën. Një arsye tjetër është mungesa e kulturës së kufirit. Njeriu i pjekur intelektualisht di ku mbaron fusha e vet, di të thotë, këtu flet eksperti, jo unë. Por në një shoqëri që ka vuajtur nga mosbesimi ndaj institucioneve, edhe eksperti shihet shpesh me dyshim. Kështu lind një paradoks i madh, duke qenë se njerëzit nuk u besojnë gjithmonë autoriteteve, fillojnë t'i japin vetes autoritet universal. Dhe nga ky çast secili bëhet gjykatës, mjek, pedagog, jurist, strateg dhe profet i tavolinës. Kjo lidhet edhe me një plagë tjetër shqiptare, nevoja për dominim simbolik. Shpesh në bisedat tona nuk flitet për të kuptuar, por për të fituar. Nuk debatohet për të kërkuar të vërtetën, por për të mposhtur tjetrin. Dhe kur qëllimi nuk është e vërteta, por e përsia, atëherë njeriu nuk ka nevojë të dijë vërtet, i mjafton të japë përshtypjen e dijes. Kjo e bën dialogun ton shpesh jo një shkëmbim mendimesh, por një garë egosh. Në këtë pikë, gjithologjia bëhet mekanizëm mbrojtës. Njeriu që flet për çdo gjë, shumë herë po fsheh boshllëkun e vet, ai nuk duron dot të mos ketë rol. Nuk duron dot të mos jetë i rëndësishëm në bisedë. Nuk duron dot idenë se dikush tjetër di më shumë. Prandaj ndërhyn, komenton, jep verdikt, shpall përfundime. Jo sepse ka arritur në thelb, por sepse ka nevojë të mos ndihet i vogël. Kjo shfaqet kudo. Në familje, ku çdo brez i thot brezit tjetër si duhet jetuar. Në punë, ku opinioni personal shpesh mbivendoset mbi profesionalizmin. Në politikë, ku tifozllëku zë vendin e analizës. Në rrjetet sociale, ku çdo kush ndjen se duhet të japë mendimin final për tema që nuk i ka prekur kurrë seriozisht. Në media, ku shpesh komenti vret faktin. Në jetën e përditshme, ku njeriu flet me siguri për gjëra që i njeh vetëm sipërfaqshëm. Por ka diçka edhe më të thellë. Gjithologjia shqiptare lidhet me marrëdhënien tonë të vështirë me dijen si disiplinë. Ne, si shoqëri, kemi respekt për diplomën si simbol, por jo gjithmonë për dijen si proces. Duam titullin, jo gjithmonë mundimin. Duam autoritetin, jo domosdoshmërisht për ulësinë që kërkon studimi i vërtetë. Dhe ky është thelbi filozofik, dija e vërtetë të bën më të kujdesshëm, jo më mendje madh. Sa më shumë di, aq më shumë kupton sa e madhe është ajo që nuk di. Ndërsa padia e sigurt është më e zhurmshme se dituria e thellë. Prandaj gjithologu nuk është njeriu që di shumë. Është shpesh njeriu që nuk e ka takuar ende seriozisht madhështinë e dijes. Shoqëria shqiptare e ka ushqyer këtë tip edhe sepse ka pasur pak hapësirë për pranimin e pasigurisë. Ne nuk e kemi ushtruar sa duhet kulturën e pyetjes. Kemi preferuar përgjigjen e shpejtë mbi kërkimin e gjallë. Kemi dashur formulën, jo procesin. Kemi dashur bindjen, jo hetimin. Dhe kur një shoqëri nuk e nderon dyshimin e shëndetshëm, ajo përfundon duke adhuruar sigurinë boshe. Në kuptimin më të thellë, gjithologjia është një formë varfërie shpirtërore dhe intelektuale. Jo domosdoshmërisht nga mungesa e inteligjencës, por nga mungesa e disiplinës së mendimit. Nga mungesa e edukimit për të dëgjuar. Nga mungesa e kulturës së pranimit se e vërteta nuk merret peng nga askush. Se jo çdo temë kërkon opinion të menjëhershëm. Se jo çdo debat kërkon fitues. Se jo çdo heshtje është humbje. Në një shoqëri të pjekur, njeriu admirohet edhe kur thotë, më duhet të lexoj më shumë për këtë.
Në shoqërinë tonë, shpesh admirohet ai që flet pa ndalur. Dhe kjo e varfëron jetën publike, sepse e mbush me siguri artificiale dhe e boshatis nga thellësia. Megjithatë, ky fenomen nuk duhet parë vetëm si vesh kombëtar për të tallur. Duhet parë si simptom. Shqiptari shpesh bëhet gjitholog sepse jeton në një realitet ku të gjithë detyrohen të jenë pak nga të gjitha, të përballen vetë me padrejtësinë, me sistemin, me mungesën e orientimit, me mosfunksionimin e institucioneve, me pasigurinë e përditshme. Në një realitet të tillë, njeriu krijon iluzionin se duhet të di gjithçka për të mbijetuar. Por mbijetesa nuk është e njëjta gjë me urtësinë. Dhe urtësia nis pikërisht aty ku mbaron gjithologjia, tepërulësia përballë së vërtetës. Sepse njeriu i mençur nuk ka nevojë të jetë ekspert për çdo gjë. Ati i mjafton të ketë ndershmëri me kufit e vetë, të di kur të flasë dhe kur të dëgjoj. Të di kur të argumentoj dhe kur të mësoj. Të di se mendimi pa njohuri është zhurmë, ndërsa mendimi i ushqyer nga dia është dridhë. Në fund, shqiptari është gjitholog jo sepse di shumë, por sepse shpesh ka jetuar në një kulturë që e shpërblen mendimin e menjëhershëm, vetbesimin e tepruar dhe dominimin e bisedës më shumë se sa studimin, thellësinë dhe përulësinë intelektuale. Dhe derisa të kuptojmë se të mosdish nuk është turp, por pikënisje, do të vazhdojmë të kemi shumë zëra që flasin për gjithçka dhe shumë pak mendje që depërtojnë vërtet në thelb.